Një vetë është zjarri aktive u regjistruar rreth orës 17 së dielës në fshatin Oshtim të Vlorës. Flakët ranë fillimisht në afërsi të varrezave të qytetit e më pas u përhapën me shpejtësi drejt ullishteve të fshatit dhe tokave bujqësore. Për shumë minuta të rrezikuara ishin edhe banesat aty pranë për shkak se era favorizonte flakët. Banorët e fshatit e panë situatën si tepër emergjente. Sipas tyre, për masat e flakëve ishin të mëdha e të rrezikshme, teksa kanë shprehur indignatën e tyre ndaj kujdo që i ka vendosur ato qëllimisht. Ajo dori ka vënë zjarre të i masa u bë. Në tira e time, tira pyet u shuar. Po rrezikoj e shpite, po rrezikoj po të gjitha autoj bajra, ullit po tikën. Je sa pizum në flakët të hap shpite. Varreza u doi rep. Veselvie me të gjitha. Nuk e di se kemi parë qendra e qivurave akoma. Po qivurave për të mi matë. Prefekti i qarkut të Vlorës, Platon Nësuri, deklaroi se 90% e vatrave të zjarrit që përfshin zonat e qarkut janë të qëllimshme. Në një pronënci për mediat ai u shpreh se ka patur një reagim të menjëhershëm nga të gjitha strukturat shtetërore, përfshi edhe bashkitë e tjera, të cilat dhanë ndihmën e tyre në përballimin e flakëve. Zjarret në Oshtim, Kërkov dhe Bestrov rrezikuan banesa dhe kërkuan ndërhyrje të menjëhershme dhe urgjente nga toka dhe ajri. Nësuri vlerëson angazhimin e forcave zjarfikse, policisë dhe forcave të ndërhyrjes së shpejtë, e po ashtu edhe forcave të armatosura, por theksoi nevojën për një qëndrim më të ashpër ndaj të gjithë personave që guxojnë të vendosin zjarre në mënyrë të qëllimshme, duke e shkaktuar situata të rënda për banorët dhe mjedisin. Situata realisht pati një reagim shumë të shpejtë dhe për këtë unë falenderoj dhe pjesëmarrjen dhe qoftë nga Agjencia Kombëtare e Emergjencave, qoftë edhe nga gatishmëria e bashkive tjera. Pra tashmë operon jo vetëm një helikopter, i cili po operon nga ajri, po përveç 4 zjarfikseve të Vlorës, operojnë gjithsej 9, që kanë ardhur në ndihmë nga Himara, nga Bashkia Himar, nga Pashalimani, nga Fieri, nga Berati dhe nga Elbasani. Situata ishte për të vlerësuar sepse pati ishte në afërsitë të qendrave të banimit. Gjithsesi me këtë rast unë dua të ngre dhe një problem i cili ka të bëjë pikërisht me çështjen e zjarrvonive, i cili ka të bëjë jo vetëm me aspektet e këtyre që i vënë zjarrin për hir të moshave, por edhe këta që mendojnë se mund të bëjnë djegje të kontrolluara. Jo vetëm që është e antiligjshme, pra kemi të bëjmë me një vepër penale, por që duke mos e pasim kontroll, dhe jashtë siç ndodhi dhe tani, duket që kemi të bëjmë me një akt i cili është jo vetëm përbën shkelje të rëndë penale, por që sjell dhe dëme shumë të mëdha, edhe në jo vetëm për ekonomitë e banorëve vendas, por njëkohësisht edhe me harxime të tejskashme të autoriteteve shtetërore për të përballuar situatën. Zjarri vazhdoi për orë me radhë, teksa dëmet në fshatat Kërkov dhe Oshtim janë të konsiderueshme.